Në një hadith të qartë, të cilën na rrëfen i dërguari i këtij ummeti, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i porosit të gjithë prindrit: urdhërojini fëmijët tuaj që të falin namazin në moshën 7 vjeçare dhe qollojini që të falen kur të mbushin 10 vjeç dhe ndajini nga njëri tjetri në shtrat. Prej këtij udhëzimi profetik dhe fisnik, mësojmë se edukimi i fëmijës për namaz duhet të jetë shkallë dhe serioz. Fëmija thirret në moshën 7 vjeçare ta fal namazin, mirë po nuk rrihet vetëm sa atëherë kur i mbush 10 të plota. Periudha 3 vjeçare duhet të jetë mjaftueshme që t'i ngulitet në zemër dashuria ndaj namazit, dhe brenda kësaj periudhe ai thërritet mbi 5000 herë për faljen e namazit. Ai që i përgjigjet kësaj thirrjeje vazhdimisht brenda 3 viteve, a ka nevojë që ta rrahësh pas 5000 namazeve? Të pakët janë ata prindër që praktikojnë porosinë profetike dhe kanë nevojë për edukim pasi të imbush fëmija i tij 10 vjet. Numri shumë të namazeve dhe shkuarja e tij e shpesh në xhami brenda këtyre viteve do të jenë shkak për bërjen e namazit pjesë të programit ditor të tij. Sot, shumica njerëzve i rrahin fëmijët e tyre për çështje të kota dhe banale, të cilat nuk e arrijnë në vlerë gradën e namazit. Kush e mendon gjendjen e namazit të sabahut dhe sa prej fëmijëve dhe të rinjve prezantojnë në faljen e tij, do të mërzitet për gjendjen e ummetit të Islamit.